Ka mundësi që Artane Rizvanolli e ka të pamundur të flasë publikisht pa gënjur. Edhe një herë tjetër ka tentuar të manipulojë me shifrën e blerjes së rrymës, duke mohuar se Kosova ka tregtuar rrymë afër 1 miliardit, siç u dëshmuar në dhëna zyrtare të doganës. Arsyetimi i ri apo i vjetër i saj është se po numërohet edhe shifra e tranzitit të rrymës, kur po kalkulohet shifra e përgjithshme e importimit të rrymës. Shifrat e importit të doganës, të cilat i referohen pothuajse të gjithë sot, janë shifra të cilat e përfshin edhe energjinë që kalon tranzit në për Kosovë. Le të shohim faktet. Së pari, sipas udhëzimit administrativ për TVSH, konkretisht në 28, thotë se vendi i importimit të mallrave është në Kosovë, nëse mallrat me origjinë nga territore tjera lëshohen në qarkullim të lirë në territorin e Kosovës. Pra, importi dhe tranziti nuk janë e njëjta gjë, dhe as nuk regjistrohen në vendin e njëjtë, nuk figurojnë njëjtë. Së dyti, edhe kodi doganor dhe i akcizave bën dallim të qartë ndërmjet importit dhe tranzitit. Import janë mallrat që janë të destinuar për përdorim ose konsumim brenda Kosovës dhe vendosen në procedurën e qarkullimit të lirë. Tani të shohim procedurën për import të rregullt. Dokumentet doganore përshkruajnë qartë se importi i rregullt nënkupton mallra që kanë hyrë në Kosovë dhe kanë paguar detyrimet doganore. Dhe në të njëjtin dokument specifikohet qartë regjimi doganor IM4 pra. IM4 pra quhen ato mallra që janë import, që blihen dhe qëndrojnë në Kosovë, jo tranzit, jo të 1, jo të 2, vetëm IM4. Nëse hyjmë pastaj te dhënat e doganës dhe shkojmë tek importi, më pas tek energjia elektrike, e shohim se regjimi doganor këtu është IM4, që do të thotë e gjithë kjo rrymë bler nuk është tranzit, sepse bart kodin që është import i rregullt që do të qëndrojë në Kosovë. Nëse shifrat e doganës do përfshinin edhe energjinë elektrike në tranzit, atëherë ku figuron tranziti në regjimin doganor? Ku është kodi të 1 ose të 2? Sepse bazuar në dokumentet zyrtare, ligjin në fuqi dhe të dhënat publike, ajo që figuron është vetëm IM4. Në të gjitha kolonat ku figuron importimi i rrymës, figuron vetëm kodi IM4, që i referohet pra mallit që tashmë i përket Kosovës për qarkullim. Prandaj edhe një herë, po Kosova ka blerë rrymë, pa rrymë të tranzitit, 250 milion euro vetëm vitin e fundit. Pra, përveç që e lëshon gënjeshtrën, se ajo shifër e paraqet edhe tranzitin, ajo nuk e ka vetë një shifër të saktë, sepse nuk ekziston shifër tjetër. Andaj edhe përgjigjet kështu. Shifra reale është dikund rreth 30 deri në 40% më e ulët, varësisht se cilin vit e shohim. Pra, diku rreth varësisht asgjë sakt, asgjë e qartë, asnjë shifër. Pra tenton të hedh edhe pak mjegull mbi qartësinë e plot të importit 1 miliardësh për 6 vjet nga qeveria e saj. Por derisa ajo nuk lodhet duke gënjur, asnjë nuk do lodhemi duke thënë të vërtetën. Dhe e di se do të na duhet ta themi shpesh, sepse zonjës Rizvanolli i ka rënë të gënjej vazhdimisht.